Nata kishte kaluar çdo kufi. Ajo që kishte nisur si një përplasje emocionesh, tani ishte kthyer në një kaos që askush nuk po arrinte ta ndalte. Alba nuk ishte më thjesht e lënduar. Ajo ishte e mbingarkuar, e shtyrë në skaj, e verbuar nga ndjenja se po i merrej gjithçka përballë syve. Kur e pa Bian sërish në krevatin Doppio, diçka brenda saj u kaput për herë të dytë atë natë. Mos mu viktimizo mua, i tha me zë të dridhur, por të fortë, mos më bëj mua si kotele. Fjalët nuk dolën nga qetësia. Dolën nga një zemër që nuk po dinte më si të mbrohej. Alba ju afrua me vrull. Situata u përshkallëzua në sekonda. Gjithçka ndodhi shpejt, pa mendim, pa kontroll. Banorët e tjerë u ngritën nga vendet e tyre. Zërat u përzien. Dritat ndezeshin e fikenin, Bia u rrëzua nga krevati dhe përfundoi në tokë, e tronditur, më shumë nga ajo që po ndodhte se sa nga vetë kontakti. Alba qëndroi për një çast mbi të, e ngrirë, sikur vetëm atëherë të kuptonte çfarë kishte bërë. Fryma i ishte çrregulluar. Duart i dridheshin, por tensioni nuk kishte mbaruar ende. Bia u ngrit dhe, në një përpjekje për të ruajtur dinjitetin, u ul sërish në krevatin Doppio. Një gjest i vogël, por që për Albën ishte si provokimi i fundit. Ajo e pa si sfidë, si mohim të gjithçkaje që kishte shpërthyer pak minuta më parë. Dhe aty, gjithçka shpërtheu sërish, Alba reagoi pa fjalë. Vetëm me veprim. Një reagim i çastit, i nxitur nga emocionet të grumbulluara prej javësh. Bia përfundoi përsëri jashtë krevatit, në tokë, mes zhurmës, britmave dhe përpjekjeve të banorëve për të ndërhyrë, kaq. Bërtiti dikush, mjaft. Produksioni reagoi menjëherë. Zërat nga altoparlantët ndërprejnë gjithçka. Banorët u ndanë. Situata u vu nën kontroll, por dëmi ishte bërë. Jo vetëm fizikisht, emocionalisht, Alba u tërhoq mbrapa, sikur të zgjohej nga një gjendje ku nuk e njihte më veten. Syt i mbushën me lodh. Jo lodh zemërimi, por lodh frike. Frikë nga ajo që ishte bërë. Frikë nga ajo që kishte kaluar brenda vetes. Bia qëndroi ulur në tokë, e tronditur, e heshtur. Nuk fliste më. Nuk provokonte. Vetëm shikonte përpara, duke u përpjekur të merrte frymë normalisht. Kjo nuk ishte më një histori xhelozie. Nuk ishte më një trekëndësh. Ishte një moment ku emocionet kishin marrë drejtimin dhe arsyeja kishte humbur betejën. Në Big Brother, çdo veprim ka pasojë. Dhe ajo natë nuk do të fshihej. Do të analizohej. Do të gjykohej. Do të linte gjurmë të gjithë, sepse kur dhimbja nuk flet me fjalë, ajo shpërthen, dhe kur shpërthen, askush nuk del fitues.